Mirë se erdhët në episodin e dytë të Eating with Elona. Sot kom e hongër specialitet Turkijës, që është në vazhdim. Kum ble ajran, se disa kohë që s'kum hongë ajran, edhe kum ble një torte si përfundim. Guys, ushqimi jam i preferuar është normal sushi, këtë dini që më honë shumë sushit, edhe ushqimi i turkëve. Që në bre qëfar se në bojnë. Në ditë kam e provu, kam e i bo vetë, se i kum po do receta që i bëshin vetë, veç nuk po mëni me paramenu se qëfar shijet mirë ka që kjo. Nuk po mëni me paramenu, jam të knaq. Normal, jam në ditë. Ama veç për juve, e prishi ditë. Specialiteti është me mysh, me kep, me patligjona, speca, hudër. Që dëni dishka me provu që po s'po guxani se dëni është e mirë. Kalzoni, shkoj e blej, edhe e provoj për ju. Wow. Ose e mirë është të duk, ama nuk e di është e mirë. Shumë mirë. Në është i lukë me pas mo. Hajtë me, shqiptarë s'ke farë lukë. E mora lukë. Vrejt që brumin e kanë bo vetë, a nuk e kanë ble. Shumica e patisserie, nuk di që shtu të shqip, i blejnë hazër brumat, edhe veç kremin e bojnë edhe frutat i qesin për mi normal. A kjo vrejt që është e bo me prej shpije. Edhe jo kalon e një javë sa më të mirë, shime të hanën tjetër për një tjetër video.